Përshëndetje. Ka qenë një kohë kur njerëzit pyesnin çfarë punë bën, sot pyetja është sa like more? Sepse le të pranojmë pa turp. Një like nuk është thjesht një reagim. Është oksigjen. Një follow nuk është interes. Është certifikat ekzistenciale dhe mungesa e tyre nuk është heshtje. Është shpallje mos qenieje, sepse nëse postove dhe askush nuk reagoj, a e postove vërtet? Apo thjesht fole me veten, si i çmenduri në park. Ikona e zemrës, psikiatri i brezit ton. Sot nuk shkojmë më te psikologu për të kuptuar si ndihemi. Postojmë. Dhe presim, nëse vjen reagimi, jemi mirë. Nëse nuk vjen, e kemi një ditë të vështirë. Një zemër e kuqe, poshtë fotos, bën më shumë dhe ka më shumë vlerë se 10 fjalë të mira nga një mik, sepse miku gënjen. Algoritmi jo. Algoritmi të do vetëm nëse ja vlen. Dhe ja ku fillon drama ekzistenciale moderne. Po pse sot vetëm 17 like? Çfarë po ndodh? U bëra më pak interesant brenda natës? U plaka? Nuk kam vlerë? U rudhosa kaq shumë? Apo thjesht nuk postova të pasmet e mia? Pyetje të mëdha, shpirtërore. Vlera personale me tarifë mujore. Dikur vlera ndërtohej me kohën, me karakter, me marrëdhënie, me gabime, me reflektim, sot ndërtohet me statistika. Dhe duhet përditësuar çdo ditë. Një postim i suksesshëm dje nuk të shpëton sot. Algoritmi nuk ka kujtesë emocionale. Ai nuk të thot hajde se sot je lodhur, s'ka problem, e shtym për nesër, hajde, s'ka gjë. Ai thot nuk performove, kalojmë te tjetri. Dhe ti mbetesh aty duke rifreskuar ekranin si të presësh mesazh nga dikush që nuk të do. Follow, ndjeksi, dashuri pa kontakt sysh. Ndjeksi është forma më e sigurt e lidhjes njerëzore. Pa përgjegjësi, pa dialog, pa zhgënjim real, ai të thot të shoh, por mos më kërko asgjë. Dhe ne pranojmë këtë marrëveshje me kënaqësi, sepse lidhjet reale janë të lodhshme. Njerëzit real flasin, kundërshtojnë, zhgënjejnë, kurse ndjekësit heshtin bukur. Problemi është se po ushqemi me diçka që nuk na ushqen. Është si të hash themi patatina gjithë ditën dhe të pyesësh pse je i dobët shpirtërisht. Sepse ndjeksi, follow, nuk është lidhje, është iluzion i saj. Po kur mungesa e reagimit bëhet krizë identiteti. Një nga momentet më tragjikokomike të epokës son është ky. Njeriu që hap Instagramin dhe thot me vete, sot s'po më sheh njeri. Jo, askush nuk po të sheh. As dje nuk po të shihnin. Thjesht dje reaguan. Por truri nuk e bën dot këtë dallim. Truri e merr personalisht sepse truri yt është ndërtuar për fshatin, për lagjen, jo për algoritmin. Dhe kur fshati nuk reagon, do të thoshte se ishe i përjashtuar. Sot fshati është online dhe përjashtimi vjen në formën e heshtjes. Një heshtje që dhe më shumë se kritika, sepse kritika të njeh, heshtja të injoron. Dopamina, sheqeri i shpirtit. Lajku është dopamin. E shpejt, e lirë, e paqëndrueshme, nuk të bën mirë, por të bën të kthehesh. Prandaj postojmë më shumë, prandaj mendojmë se çfarë do të ecë, prandaj rregullojmë veten, fjalinë, mendimin që të pëlqehemi. Dhe dal nga dal nuk pyesim më a jam i vërtet, pyesim a do të pëlqehet. Dhe kjo është pika ku njeriu pushon së qenëri subjekt dhe bëhet produkt. Kur vetvlerësimi lidhet me Wi-Fi, sot vlerësimi ka nevojë për internet. Pa lidhje, bie, rëzohesh, pa reagim zhdukesh, humbet, pa sinjal, futesh në panik. Njerëzit nuk janë më të pasigurt sepse nuk vlen. Janë të pasigurt sepse po matin veten me një sistem që nuk është krijuar për shëndetin mendor. Algoritmi nuk ka për detyrë të respektojë.
ka për detyrë të mbaj brenda. Dhe për ta bërë këtë, duhet të lërë pak bosh, sa për të kthyer prapë. Ironia e madhe, sa më shumë kërkon vlerë nga jashtë, aq më pak e ndjen brenda. Dhe sa më shumë ndjek numra, aq më pak ndjek veten. Në fund mund të kesh mira ndjekës dhe asnjë ndjesi sigurie, sepse siguria nuk vjen nga klikimi, vjen nga fakti që nuk ke nevojë për të. Dhe tani e vërteta nuk shitet mirë. Jo çdo postim do të pëlqehet. Jo çdo mendim do të vlerësohet, jo çdo ditë do jesh interesant. Dhe kjo nuk të bën të pavlefshëm, të bën normal. Nëse sot nuk more like, nuk u zhduke. Thjesht nuk u konsumove. Dhe ndoshta për herë të parë ishe pak më i lirë. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që jetë her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.